Banka Botërore ka ulur parashikimin e rritjes ekonomike të Shqipërisë për vitin 2026 për shkak të pasojave që po sjell konflikti në linjën e mesme, në çmimet e karburanteve dhe në të kurrjen e konsumit. Për shkak të konfliktit në linjën e mesme, ne kemi rishikuar rritjen ekonomike për Shqipërinë. Ne presim rritje ekonomike 3.4% dhe 0.5% më pak se parashikimin që kishim bërë në vjesht, e lidhur me çmimet e energjisë dhe ka për të pasur efekt edhe te konsumi. Por rritja mund të jetë edhe më ulët nëse konflikti zgjatet dhe pasiguria po ashtu. Sipas Bankës Botërore, në këtë pikë ku ndodhet aktualisht Shqipëria, me një rritje ekonomike që pritet të ngadalsohet, kërkohen reforma të rëndësishme të orientuara drejt kapitalit njerëzor. Çelësi është të vazhdohet me reformat në një mënyrë që sjell përmirësime reale në jetën e njerëzve dhe të ndërtohet një ekonomi më konkurruese dhe gjithëpërfshirëse. Shqipëria ka njerëzit, talentin dhe ambicien. Masa reale e suksesit është nëse çdo reformë, çdo vend pune e krijuar, çdo pengesë e hequr, çdo i ri i jepet një arsye për të qëndruar. Dhe të gjithë këto bashkohen në një ekonomi që funksionon për të gjithë. Gjatë prezantimit të raportit të rregullt ekonomik për vendet e Ballkanit Perëndimor, u vu theksi tek plakja e shpejtë e popullsisë me ritme më të shpejta se kudo tjetër në Europë. Sipas raportit, brenda dekadës së ardhshme, 1 në 5 persona në rajon do të jenë mbi moshën 65 vjeç. Raporti vuri theksin tek kapitali njerëzor i pashfrytëzuar mjaftueshëm, si gratë, të rinjt dhe individë të tjerë të cilët përballen me pengesa për hyrje në tregun e punës.